i kam shkruar edhe kryetarit të PDK-s Bedri Hamza, edhe kryetarit të LDK-s, por nuk ka marrë përgjigje. Pra i kam shkruar rreth orës 21 atyre. Nuk ka përgjigje, nuk më përgjigjen. Merrni me mend kur kam qenë në opozitë me më pashkru mu kështu kryeministrat e presidentët, kur mu më kanë njek me policive, dheni. Kur më kam qenë opozit, për mu e kanë pas policin. E kam dikun, prej që kam dalë për i burgës servis një 20 rastime i kam. Në kotën miku dhe te u le. Befasia ishte paralajmëruar, andaj edhe ndodhi. Deputeti Albin Kurti, për të cilin ka një flet arrest u shfaq këtu në tubimin e organizuar nga opozita midis Prishtinës. I veshur në rroba sportive, Kurti ka shumë kë për të përshëndetur, por edhe shumë të tjerë janë që kujdesen për të. E kështu i mirëpritur midis turmës edhe fjalimit i dëgjoj me vëmendje. Por një të tillë ndonë se nuk ishte paralajmëruar, u thirr ta mbaj edhe vet. Dalja ti në skenë e eksaltoj masën e mbledhur në sheshin Zahir Pajaziti. 28 nëntorin, si vjet në Prishtinë mund të festojmë vetëm duke protestuar. Sepse në vend se qeveria të bashkoj Mitrovicën, ajo po e ndonë Kosovën. Në vend se qeveria na i ruaj tokat, ajo po e fal territorin. Derisa u krenua me flamurin kombëtar, Kurti u tall me atë shtetëror. Me atë flamurin lara, që e kanë nxjerrur nga Strojca, këta tregtar flamujsh, që e uzurpuan pushtetin. Në fakt tema e bashkimit kombëtar ishte ajo për të cilin foli më së shumti ky, shumë më tepër se sa për dy çështjet për të cilat u ftua manifestimi. Nuk mund thuhet shqiptarët bashkohen në Evropë, sepse bashkimi evropian është bashkim ndërkombëtar i shteteve, e jo bashkim kombëtar i shqiptarëve. Duke e ditur se në çdo moment mund të arrestohet dhjetëra aktivistë për collën Kurtin, deri në selinë e lëvizjes vetëvendosje. Edhe këtu e ka një porosi për qeverinë. As zajednica, as demarkacioni nuk kalojnë. Ju faleminderit që na përcjellën edhe këtu drejt e zyra e vetëvendosjes. Na tash kemi shumë. Apo keni frikë që ju arrestojnë? Por punë për të kryer kanë edhe policët special që këtu arritën me këto makina pa targa. Pasi që ka hyrë në selin e partisë së tij Albin Kurti, tashmë policia me njësitë e saj speciale kanë ardhur pranë subjektit politik dhe pritet arrestimi i tij. Pjesëtarët e vetëvendosjes barrikadohen për ta penguar arrestimin, por forcat e rendit kishin urdhër të prerë. Kështu specialet i thyen dyert e selis dhe arrestimet nisën. Disa ka mësuar edhe lëndime, derisa për çdo rast policia solli edhe autoambulancën. Në një kënd tjetër të qafa, me forcat e rendit u ndesh edhe kryetari i komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti. Ky asesin nuk u pajtua me atë që hasi. Ndërkohë aksioni policor brenda selisë së vetëvendosjes po vazhdonte, e gati krejt në fund u nxarr me pranga në duar edhe njeriu më i kërkuar i operacionit. Me këtë gjë nuk u pajtua Dardan Sejdiu. More bre duhet me ju. More, Albinin e merr, Albinin. Pa bu njëri senin Allah, të e mbrojtë që të republikë. Post Kurti që tashmë është në mbajtje u arrestuan në 78 aktivistë të tjerë të vetëvendosjes. E policia ka flet arrest edhe për 2 deputet tjerë të këtij subjekti, Albulena Haxhiun e Faton Topallin, të cilët nuk janë parë fare në manifestimin opozitar.